Mirë se veni në edicionin tonë të Rregull të orës 17 për të ndjekur zhvillimet e ditës. Në kuadër të bisedës në studio, sot do të flasim për sektorin e ujrave. Për këtë temë të ftuar janë Fidaim Jashari, drejtori i shoqatës së ujësjellësit në Kosovë, si dhe Filip Giantris, drejtori i shoqatës së ujësjellësit në Shqipëri. Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të formojë komisionin hetimor i cili do t'i vërtetonte procedurat legale të shitjes së aksioneve të Postës dhe Telekomit të Kosovës. Seanca e sotme është shtyer për shkak të mungesës së një marrëveshjeje midis partive politike në pushtet dhe atyre në opozitë. Formimi i komisionit hetimor ishte kundërpërgjigje e opozitës pas vendimit të qeverisë që të shes 75% të aksioneve të PTK-s konsorciumit Gjerman Axos Capital, në shumë prej 227 milion euro në ndyshimet për keqpërdorime. Iniciativa buron nga dy partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje. Sipas kërkesës, kuvendi duhet të formonte komisionin 11 antarësh në të cilin do të ishin të përfshirë antar nga të gjitha grupet parlamentare. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se Serbia ka pasur pretendime territoriale ndaj Kosovës, por se përpjekjet e saj kanë qenë të pasuksesshme. Tani kemi marrëveshjen e 19 prillit me Serbinë. Kosova është sovrane dhe e pavarur me integritet territorial të pranuar ndërkombëtarisht. Askush nuk mund të aspirojë për të ndryshuar kufit e rajonit, ka thënë Thaçi në një intervistë për një televizion bosnjak. I pyetur nëse Serbia do të jetë e gatshme të pranojë pavarësinë e Kosovës, Thaçi ka thënë se tash për tash është e rëndësishme të punohet në normalizimin e marrëdhënieve, ndërsa sipas tij do t'i vijë koha edhe njohjes. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga priti sot në takim kryesuesen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka, e cila e njoftoi presidentën Jahjaga për procesin e zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit. Daka ka thënë se procesi i zgjedhjeve të ditës së diel ka shkuar mirë përveç disa problemeve në veri të Kosovës. Daka gjithashtu e informoi presidentën se procesi i numërimit të votave është duke rrjedhur mirë dhe pa probleme. Ndërkaq presidentja Atifete Jahjaga theksoi se KQZ dhe institucionet tjera e kanë kryer me sukses punën e tyre, ndërsa i shprehu mbështetjen për angazhimin që edhe rundi tjetër i zgjedhjeve ai i balotazhit në disa komuna të ketë rrjedhë normale. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka përshëndetur pjesëmarrjen aktive të popullsisë së Kosovës në zgjedhjet lokale dhe ka dënuar sulmet në vendvotimet në veri të vendit, si dhe tentimet që të minohet procesi zgjedhor. Në një komunikat, Ban Ki-moon ka thënë se zgjedhjet janë element vendimtar i zbatimit të marrëveshjes së Brukselit mes Prishtinës dhe Beogradit. Raporti i publikuar monitorimi i zbatimit të marrëveshjes midis Kosovës dhe Serbisë në fushën e lëvizjes së lirë të njerëzve dhe mallrave nxori në pas se problem mbetet sigurimi i veturave që e bën tregtinë më të kushtueshme, por dhe ndikon në buxhetet e të gjithë atyre që zgjedhin të udhtojnë nga Kosova në Serbi dhe anasjelltas. Hulumtuesja e lëvizjes së lirë në këtë raport të publikuar, Dorontina Vinca tha se sfida mbeten radhët e gjata në pikat kufitare, sidomos në Merdardh dhe Dheun e Bardh, pasojë e procedurave të gjata për lëshimin e lezë për të kaluar nëpër Serbi. Problem tjetër sipas saj janë barrikadat dhe siguria në veriun e Mitrovicës. Sa i përket lëvizjes së njerëzve, qytetarët e Kosovës mund të hyjnë në Serbi me letërnjoftim, ashtu siç është pajtuar në Bruksel. Njëkohësisht edhe qytetarët e Serbisë mund të hyjnë pa problem në Kosovë. E vetmja pengesë është kur ky udhtim bëhet me automjete dhe ekzistojnë polica të larta të sigurimit, të cilat janë barrë e madhe për të dy palët që udhtojnë. Dhe kjo marrëveshje ne konsiderojmë që është një barë e madhe për qytetarët që duhet të zgjidhet, edhe pse është quajtur marrëveshje e përkohshme për sigurim, kanë kaluar 2 vite dhe nuk është arritur ndonjë marrëveshje tjetër. Ndërsa Aleksandr Popov nga Qendra për Religjion në Novi Sad tha se çështja mbetet ajo se qeveria e Serbisë ende nuk ka suspenduar urdhëresën që ka të bëjë me TVSH për pjesën veriore të Kosovës. Është zvogluar zona e hertë në tregti. Kjo marrëveshje ka sjell edhe disa probleme,
e që dha kontraefekte. Është vendosur obligimi i sigurimit të makinave dhe kjo ishte 40 deri në 100 euro për kamion. Një barrierë doganore dhe u zvoglua qarkullimi i mallrave mes Kosovës dhe Serbisë. Deri më tani ende nuk është gjendur zgjidhje, por është e rëndësishme që kjo së shpejti të zgjidhet. Ende nuk është bërë harmonizimi i rregullativave në Serbi dhe Kosovë. Qeveria e Serbisë ende nuk e ka suspenduar urdhëresën që ka të bëjë me TVSH-n për pjesën veriore të Kosovës. Në raport thuhet se nga të dhënat e policisë së Kosovës, prej dhjetorit të vitit 2011 deri në maj të vitit 2013, rreth 800.000 persona kanë udhëtuar nga Kosova në Serbi, ndërsa po ashtu rreth 800.000 persona nga Serbia kanë hyrë në Kosovë. Në vazhdim ndiqni intervistën me Ministrin e Financave Besim Beqaj, të cilën e ka realizuar kolegja Besiana Krasniqi, ndërsa intervistën e plot me Ministrin Beqaj do të mund të ndiqni në orën 22:30 minuta. Kryeministri kur ka folë për rritjet pagave, ka folë me një analizë të plot që ne kemi dhënë nga Ministria e Financave, prandaj në këtë drejtim nuk do të ketë asnjë lloj problematike. Por ende nuk është përfshirë, apo jo? Po, është përfshirë në buxhet në vitin 2014. Sa do të jetë dihet sa? Por për vitin 2014 është për të gjitha përfituesit e shërbimeve civil, prandaj në këtë drejtim ai vendim do të bëhet publik dhe me kënaqësi do ta themi që Qeveria e Republikës Kosovës përkundër shumë zërave që kemi probleme të caktuara që ne po mundem as po mundem, ajo është çështje e vendimeve dhe duke ruajtur në mënyrë maksimale stabilitetin makrofiskal të Kosovës. Sa është kjo rritje? A mund të thuhet tash? Me siguri keni bërë planifikime sa do të Nuk mund të flas me numra sepse nuk dua të prejudikoj vendimin e qeverisë. Një premtim tjetër gjatë fushatës elektorale ishte edhe investimet milionëshe, qindra milionëshe në fakt në disa prej komunave të cilat i udhëheq Partia Demokratike e Kosovës, që po ti mbledhim arrin më shumë se sa shuma totale e buxhetit të Kosovës për vitin 2014. Shefni, premtimet të cilat janë bërë në bazë të një analize të theksuar në bazë të buxhetit. Unë kam qenë i befasuar kur dëgjoj vlerësime që në opinionet që deri tash u premtuan kaq është buxheti, ne flasim për mandate dhe buxheti ndahet në bazë të mandateve dhe në bazë të prioriteteve. Do të ishte jo korrekte të themi qytetarët që të gjitha gjërat do të realizohen brenda një viti, por po e them që të gjitha ato të cilat janë thënë duken pak si ambicioze, por ambicioziteti është veprim. Jo vetëm ambicioze, por nga pak edhe të pabesueshme të realizohen. Shifne, shumë njerëz kanë menduar që është e pabesueshme dhe tepër ambicioze rritja e pagave për 50%. Shumë njerëz kanë menduar që hyrja në autostradë në autostradën e kombit është e pamundshme për të realizuar. Mysafirët që i paralajmëruam për bisedë në studio rreth sektorit të ujrave nuk kanë arritur në studion tonë, ne nuk i dim shkaqet, por do të vazhdojmë me një konferencë që është mbajtur pikërisht për sektorin e ujrave dhe për bashkëpunimin e Kosovës dhe Shqipërisë në këtë sektor. Në konferencën treditore për ujësjellje dhe kanalizim ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë u fol për vështirësitë e ditëve të sotme në sektorin e ujit dhe kërkesat për angazhime të përbashkëta në zgjidhjen e këtij problemi. Kjo konferencë përfaqëson një mundësi të shkëlqyer për të ndërtuar kontakte dhe për të shkëmbyer njohuri, thanë diskutuesit. Ne po mendojmë që si ujësjellësa të integrojmë në mes veti, fillimisht kemi menduar me Shqipërinë. Kjo është konferenca e parë që mohet me Shqipërinë. E ma vonë ndoshta të bashkangjiten edhe shtetet si Malizi, Maqedonia, edhe të bëhet një konferencë ballkanike. Kemi punuar tani të pronjë së bashku dy shoqate, shoqata e Shqipërisë me shoqata e Kosovës për të parën e si një konferencë. Ajo është e para. Po e dyta është që neve duam të bëjmë një fokus që investimet që duan edhe mendimet që duan të vërtet përmirësojmë shërbimin ujësjellësve edhe shërbime me impjantet të pastrimit të ujit të zezë për të mirë e basinit e Drinit. Ajo e kemi basinin së bashku. Bashkëpunimi gjithmonë është i nevojshëm për të gjitha vendet e regionit, si për Shqipërinë, Maqedoninë, Kosovën, Malezi edhe Greqinë këtë rast. Bashkëpunimi në lidhje me pellgun lumor të Drinit, nëse mendonin atë pellg, atëherë ekziston ky bashkëpunim. Edhe besim që në të ardhmen të rritet bashkëpunimi.
Profesionistët në sektorin e ujit, hartues të politikave dhe biznismen që operojnë në sektorin e ujit kishin mundësinë të bashkohen dhe të diskutojnë çështjet më rëndësi për sektorin, të shkëmbejnë informacione dhe të ndajnë eksperiencën si pjesë e angazhimit të tyre për të zhvilluar sektorin e ujit në rajonin e Ballkanit. Në këtë konferencë u hap edhe një ekspozit me pjesëmarrje të gjerë nga kompanitë e sektorit privat, të cilat ofrojnë produkte, teknologji dhe shërbime për sektorin e ujit. Sot në këtë ekspozit ndodhen 30 kompani ekspozuese. Janë kryesisht kompani nga rajoni, nga Kosova, Shqipëria, nga Slovenia, nga Maqedonia. Gjithashtu janë dhe kompani nga disa vende europiane, nga Gjermania, nga Austria, nga Italia, nga Turqia, kemi gjithashtu kompani. Ekspozita zhvillohet paralelisht me konferencën. Fokusi kryesor është sjellja në këtë ekspozitë e kompanive private që operojnë në sektorin e sjelljes kanalizime në mënyrë të tillë që profesionistët që punojnë në sektor të kenë aksesin me teknologjitë më të fundit që ekzistojnë në sektor për mbarvajtjen e punës së tyre gjatë përditshmërisë së tyre. Firma jonë është mirë, e furnizuar mirë me pajisje për sistemin e ujit, ka pompa, mojnë pompa në lager, po ashtu edhe automatikën për pompa, për dirigjimin e pompave me internet. Do thotë posedojmë në Soqe pajisje, të gjitha pajisjet për shembull për një ujësjellës apo 2 komplet. Në konferencën e sotme për ujin dhe kanalizimin është vlerësuar se rritja e bashkëpunimit mes Kosovës dhe Shqipërisë do të ndikojë në rritjen e zhvillimeve të mëtejshme në këtë sektor, duke shndërruar kështu suksesin në realitet. Konferenca do të vazhdojë punimet edhe nesër me pjesëmarrje të ekspertëve edhe nga Maqedonia dhe Malizi. E po, mysafirët e ftuar në studio erdhen por me vonesë, por ne do t'i inkuadrojmë në kuadër të emisionit dhe do të flasim për konferencën e bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë për sektorin e ujrave. Mirë se erdhet në studion tonë. Sot pranë Prishtinë ka filluar konferenca për bashkëpunimin në sektorin e ujrave. Si mund të bashkëpunojë Kosova dhe Shqipëria në këtë sektor që është shumë i rëndësishëm për gjithë qytetarët e të dy anëve? Faleminderit për ftesën. Sot, në fakt, mbrëm është bërë hapja zyrtare e konferencës së parë të përbashkët në mes të shoqatës së ujitshmërisë dhe kanalizimit të Kosovës, Shukos, dhe shoqatës së ujitshmërisë dhe kanalizimit të Shqipërisë, Shukaj. Kjo konferencë ka për qëllim, domethënë, shkëmbimin e përvojave në mes të këtyre dy shteteve, përmes prezantimit të përvojave të tyre, eksperiencës së tyre gjatë gjithë veprimtarisë së tyre gjatë sidomos në këtë 10 vjeçarin e fundit. Konferenca është zhvilluar sot gjatë ditës, ku paralelisht është zhvilluar me dy sesione, ku pjesëmarrës kanë qenë edhe shumë shtete të rajonit, jo vetëm të Kosovës dhe Shqipërisë. Bashkëpunimi në mes të Kosovës dhe Shqipërisë është një bashkëpunim i domosdoshëm, sidomos tani, ku sfidat në këtë sektor janë shumë të mëdha, paralelisht janë të ngjajshme, dhe bashkëpunimi i ndërsjellë në mes të këtyre dy shteteve është i domosdoshëm. Po, zoti Gjantres, çfarë keni për të thënë për bashkëpunimin mes Kosovës dhe Shqipërisë në sektorin e ujrave? Ka shumë hapësirë për të bashkëpunuar në këtë sektor? Duhet të kuptohet që bashkëpunim këtu është vërtet bashkëpunim me dy shoqata. Dy shoqata që kanë një mision në kryesor, është rritja e kapacitetit të sektorit. Atje jemi akoma shumë dobë. Të tërë e dim, edhe ato që janë antarë e din, edhe ato që janë drejtor e din këtë fakt. Po duhet kohë. Po të ishin dje në hapjen e këtë konferencë, të shikojnë një shkrojtje marrëveshje midis rënia e Shqipërisë, ujësjellësve, edhe rënia e Kosovës që tani u fillosi një grup, atje niset, ato janë farat, edhe të rritim ato farat, edhe neve pleq të vazhdojmë si bëjmë. Po me atë, nuk e nisim sot me këtë takim. Kemi nisur 4 vjet të shkuar. Vërtet, këtë vit baruam një projekt 2 vit me fondet e GIZ, që shikuam opsionet teknik për agregimet të komunët që janë më pak se 10.000. Pse duhet të kemi teknologji që janë më e thjeshtë, pa akoma e bëjnë atë punë. Edhe e përdorim dot, edhe pagonim dot për këto. Duhet të ndryshoj teknologjia për akumulimin e ujrave? Si? Duhet të ndryshoj teknologjia? Ka nevojë për avancim? Janë si gjua, të tërë gjua ekzistojnë, të tërë teknologjia ekzistojnë. Duhet të mendosh çfarë të përdorë dhe pse, edhe çfarë kost ka, edhe arrita të objektiv që duam
për brojtjen e mirëdisit e Shqipërisë edhe e Kosovës. Edhe ajo them kryesor ishte që ishim 5 komba, një basin quhet. Shqipëria, Kosovë, Malezia, Maqedonia dhe Greqi, të tërë përdorin drinin. Edhe flesim për atë, edhe ajo është ndryshe kopërozim një me teatrin punë. Duhet flasim pak për resurset ujore të Kosovës dhe të Shqipërisë. Duhet se Kosova ka rezerva të jo të mjaftueshme apo resurse të pamjaftueshme ujore. Si mund ta shpjegojmë këtë, apo nuk shfrytëzohen sa duhet resurset që kemi? Në fakt, Kosova shohet si një vend me rezervat të kufizura ujore në për disa regione, sidomos regioni Prishtinës, regioni Mitrovicës, Gjilanit, ndërsa ka pjesë e Dugaxhinit ka më shumë rezerva ujore. Reduktimet të shpeshta që ndodhin ashtu janë pikërisht si mungesë e rezervave të bollshme ujore. Për shembull, kemi 2 liçene të regionit Prishtinës ose me 40% të territorit që mbulohet nga kjo kompani. Dhe aktualisht ka 2 pendat cilët nuk i plotësojnë nevojat apo kërkesat e gjithë kësaj popullate, dhe më thonë për furnizim të rregullt me ujë. Por tani me fabriken e re që do bëhet në Shkabaj, ku do shfrytëzohet burimi ujor më i madh, ta them në Kosovë, do më thonë lumi i Ibër, besoj që edhe kjo çështje do rregullohet, por sido që tjetë unë i bëj thirrje tani qytetarëve që për ujin duhet të kenë kujdes, duhet ta kursejnë atë, ta shfrytëzojnë në mënyrë racionale dhe mos ta keq përdorin. Nga këto resurse ujore që kemi, sa përqend e popullatës mbulohet me shërbime të ujit? Sipas zyrës rregullatore, raportit zyrtar i cili është edhe organ kompetent, mbulohet 78% e popullatës me ujë, ujësjes dhe kanalizim. Vetëm 75%. 78% të popullatës të përgjithshme. Po pjesa tjetër? Pjesa tjetër shfrytëzojnë burimet në toksoret e ujit, që janë fshatrat e nata. Megjithatë ka projekte që quajnë ata rënja e lirë nga burimet e ujit që rrjedhin prej maleve, po. Burimet kryesisht i shfrytëzojnë burimet në toksore. Por vazhdimisht numri i konsumatorëve rritet për çdo vit, domethënë me shtirjen e ujësjes dhe kanalizimit, edhe nga pushtetet komunale, edhe nga kompanitë e ujësjeve, donatorët. Kështu që besoj që në një të ardhme jo shumë të largët do furnizohet një pjesë e madhe apo ta them mirë e popullatës. Po për Shqipërinë çfarë mund të themi? A janë të mjaftueshme resurset ujore për popullsinë atje apo edhe në Shqipëri keni ndoshta jo për mungesën e resurseve, por ndoshta për menaxhimin e mirëfillt të tyre? Është shumë bukur e the pse duhet ndarë këto. Në Shqipëri besojmë që kemi 5 fish më tepër ujë se na duhet për të pirë. Po kemi të tërë ujë në shtëpi? Jo. Se kemi 24 orë në ditë. Ajo është problem menaxhim. Pak problem investim, vërtet, na duhen. Po është problem menaxhim në të dy anët, nga ana e ndërmarrje, kompania, nga ana e konsumatorit. Pse edhe kryesore folim sot në sesion teknik janë matjet. Po nuk vendos matje në shtëpi, në bizneset. Edhe ato mendojnë sa përdorin, edhe pagojnë për atë që përdorin. Uja shkon kështu, pa fund, edhe shkon kështu, s'kemi mjaft. Si mund shpjegohet kjo, kur rezervat janë të mjaftueshme, ndërkaq ka mungesë të ujit për banorët? Po, pastaj dua një pompë më madhe se të tëra këto godin, edhe ajo s'ka kuptim hiç. Pompat janë balancuar me depot, edhe populli i përdor si i duhet, jo vetën shlëroje kështu, pëse depot nuk mbushen mjaft, s'ka mundësi. So të kesh ujës një gjë, të shpëndash ujë me kontrol, me menaxhim, edhe populli të përdorë si që duhet, t'ja të gjë. Çfarë mund të bëhet më shumë për menaxhimin e resurseve ujore, në mënyrë që populata të ketë ujë të mjaftueshëm për të plotësuar nevojat ditore, por edhe ato ekonomike, se uji është një materi që është jashtëzakonisht e nevojshme për jetën tonë. Shpreha që përdoret teknikisht është menaxhimi i kërkesën. Në inglisht, pse jam shqiptar amerikan, është demand management. Shpresoj që t'ju kuptojnë edhe shqiptuesit, unë po ju kuptoj. Është demand management që quhet, është prap që thashëm më përpara. Kur ti e hap edhe byll çezmën, aq duhet ujë të duhet. Po e hap edhe këthen edhe shkon në punë. Ata nuk e plotësoj dot atë kërkesë, po ajo nuk është kërkesë që do ti. Ti vetëm do të hapësh atë byll. Është vetëdijsimi i qytetarit për të ruajtur. Edhe kur ke matje, edhe kur matet ajo, edhe futet në faturë, edhe të vjen në det,
ti e brulle këtë më përpara se të shkosh në punë. Ajo është ndryshimi. Po në Kosovë çfarë po bëhet për një menaxhim më të mirë të resurseve ujore apo ka pengesa? Cilat janë pengesat më kryesore? Në fakt secila prej kompanive është e përkushtuar, domethënë në shfrytëzimin shumë efikas të burimeve ujore dhe në menaxhimin më të mirë të rrjetit dhe të humbjeve të ujit, që nuk janë të vogla, janë 57% në nivel të vendit. Por në bazë të raporteve regulatore që i kemi, njerëz të profesionistë që janë ato institucionet cilët bëjnë matjen, 40% vjen si rezultat i humbjeve komerciale apo humbje të palegjshme të shfrytëzimit të panevojshëm të ujit nga qytetarët. Thjesht sundimi i ligjit, efikasiteti gjyqësor dhe një efikasitet më i mirë, do më thonë një mbështetje me mirë institucionale, kishme ndihmu në këtë drejtim kompanitë që realisht ti menaxhojnë më mirë këto humbje për të menaxhuar më mirë edhe burimet ujore. Kompanitë komerciale janë ato që më shumë... Humbjet komerciale janë ato humbjet e cilat në fakt edhe e shkaktojnë pjesën më të madhe të reduktimeve të ujit. Po mos të kishim ato humbje të madhe që kryesisht vinë prej qytetarëve dhe që janë humbje ilegale apo kyçe ilegale, do të kishte një furnizim më të rregullt me ujë. Në fakt, kompanitë vazhdimisht punojnë në identifikimin e këtyre humbjeve, për çdo ditë inspektorët nga kompanitë që janë të autorizuara punojnë në identifikimin e këtyre humbjeve, por kjo don mbështetje institucionale dhe ligjore. Rezervat ujore në Kosovë konsiderohet të jenë 1600 metër kub ujë në vetë për kokë banore. Është kjo sasi e mjaftueshme nëse menaxhohet si duhet, a do të kishim ne problem si Kosovë nëse e shfrytëzojmë ujin vetëm sipas nevojave dhe jo ta keq përdorim? Burimet që i kemi sot janë liçejt e akumuluar dhe nuk mund të themi saktësisht se sa ka rezerva ujore për kokë banore, sepse këtë varësisht prej periudhës verore se si merr. Nëse ka të rreshura dhe liçejt janë, domethënë faktikisht, nëse i kemi këtë thatësirë që kemi pas këtë vit, në fakt litër ujë për kokë banore kemi shumë më pak, sepse liçejt janë në një minimum, ta them, të ramjes së tyre dhe që kanë shumë pak ujë, por shpresojmë që tash këto ditë të ardhshme do filloj që të ketë të rreshura. A justifikon kjo apo legjitimon në një farë nëse mund shprehemi kështu reduktimet e shpeshta dhe të gjata në komunën e Prishtinës në disa lagje, pasi që... Në fakt, komuna e Prishtinës ka edhe probleme tjera. Problemin e urbanizimit të shpejt dhe mos infrastrukturor. Thjesht urbanizimi i shpejt, dhe më thonë, i ka pa mundësu kompanisë që të ketë rrjet të nevojshëm për atë pjesë të popullatës. Dhe kjo është një problem jashtëzakonisht i madh. Kanë fillu shumë projekte në zgjerimin e gypave, vendosjen e gypave të rinj nëpër lagje të caktuara, sidomos aty në lagjet që kanë pengesa më të mëdha, dhe besoj që edhe kjo pjesë do rregullohet, domethënë në vitin 2016 me ndërtimin e fabrikës së re dhe me futjen e gypave të ri nëpër lagjet urbane, sepse Prishtinës i shtohen mijëra banor çdo vit dhe infrastruktura që ka qenë nuk ka qenë adekuate për këtë numër të madh banor. Është njëjti problem edhe në Shqipëri, çështja e urbanizimit të shpejtë të qyteteve, problem për ujësjellsin? Po, në ato qytetet kryesore që ndodhin janë ashtu, kur vjen populli njerëz si një dalgë, ti bën investimet që janë emergjencë, nuk ke mundësi të bësh një planifikim siç duhet. Të vesh linje kryesore ku duhen, siç duhet. Shpejto andej, shpejto një push, shpejt, edhe në fund të tëra ato janë kot në fund. Janë më vogël se duhen, nuk janë ku duhet të jenë, edhe lidhjet, pse s'ke kohë të rregullosh si të menaxhim, lidhjet janë bërë, jo si duhet, edhe duken si zora spaghetti, si pasta në tokë. Një shembull që shumë e bukur që kemi në Shqipëri është Korça. Korça është mirë njohur se më mirë ndërmarrë ujësjellës në Shqipëri. Jo vetëm menaxhim, po financiar. Korça, në 2000, kur nisën investimet në Korçë, prodhonte, shtuam, x ujë në ditë. Prodhonte. Edhe kishte ujë 6 orë në ditë. Tani prodhon një treshi x edhe ka 24 orë ujë në ditë. Ajo është menaxhimi i kërkesës. Edhe mendo sa lek janë fituar
vetëm nga kosti i energjisë që prodhonte ato ujin e dërgonte në malë në depo. Në Shqipëri shpesh ka edhe përmbytje nga uji, sidomos në Shkodër. Pse po ndodhin këto? A vërtet nuk ekzistojnë mundësit për menaxhimin nga vërshimet apo është pasojë e neglizhencës së autoriteteve? Është pak jashtë sektori ku punojmë ne, se neve jemi uje formal, shpërndarje, po ajo ishte në program sot, pse kur flasim për drinin, flasim për përmbytje, edhe ajo është një bashkëpunim që i kishim zëvendës ministrë nga të tërë ato kombat, edhe thanë vërtet duam një lidhje që është më fortë se kemi sot. Pse kur Shqipëria bën një digë, e lëshon ujën, apo Maqedon e ban ujën prap, ato hidrocentralet në Shqipëri kanë më tepër se duan, o më pak se duan. Të tërë duhen të punojnë së bashku. Po. E vlerësohet se, domethënë, çështja e ujit të pastër përpije është një nga problemet globale. A mund të rrezikohen edhe vendet tona nga ky problem, domethënë nga ndotja e ujit të pishëm? Në fakt, në Kosovë, në bazë të parametrave që cilat i bojnë institutet e mbrëmshme brenda kompanisë dhe Instituti i Shëndetit Publik është brenda soazave normale, është i pishëm për banorët. Kryesisht kemi edhe burime të pastërta ujore, do të thonë që nuk kanë nevojë për ndonjë trajtim specifik dhe nuk është rrezik as pak për ujë të pishëm në Kosovë për flas. Që ofrohen nga kompanitë. Jo, absolutisht. Po Shqipëria? Një të gjë, në fakt, në Shqipëria kemi atë shumë ujë që vjen nën tokë, nga burimet në mal, edhe nën tokë nga puzet, që sfida që kemi ne është mos e dot atë ujë. Është brojtja e burimet që është kryesor. Po i brojtim, s'kemi nevojë të bëjmë paslimiq. Pak klor të bajet në tubat edhe pisa të duash. Që bukur është, është një dhurat që falenderoj Perëndim për atë. Domethënë nuk ka rrezik për ndotje, po. Jo. Faleminderit që ishit në studion tonë për këtë bashkëbisedim. Për interes. Faleminderit. Të nderuar shikues, me këtë bisedë në studio e mbyllim programin tonë. Faleminderit që na ndoqët dhe mirëmbëjtje.